Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, njohim me zhvillimet e ditës. Qeveria ka miratuar këtë të premte projekt ligjin e amnistisë penale, duke i hapur rrugë lirimit dhe uljes së dënimit për mijëra persona në të gjithë vendin. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, masa prek drejt për drejt të dënuarit në burgje, por edhe ata që ndodhen në shërbim prove apo procedime për vepra të lehta penale. Ministri Besford Lamadhari e cilësoi vendimin si një akt human dhe një mundësi reale për rehabilitim. Qeveria ka miratuar këtë të premte amnistin penale pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, një vendim që Ministri i Drejtësisë Besford Lamadhari e konsideron një akt human dhe një mundësi të dytë për rehabilitimin e të dënuarve. Sipas amnistisë, 447 persona përfituan lirinë të menjëhershëm, 853 të tjerë përfituan ulje dënimi, ndërsa nga shërbimi i provës u amnistuan 5077 të dënuar me masa alternative. Gjithashtu janë pushuar 14000 procedime për vepra të lehta, duke filluar nga viti 2024. Human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe reintegrim. Ky është një hap konkret që ul presionin e popullimit të burgjeve dhe për të fokusuar drejtësinë aty ku rreziku shoqëror është real. Nuk bëhet fjalë për tolerancën e krimit, por për një qasje të matur që synon reintegrimin dhe përdorimin më efikas të drejtësisë penale, teksa ne po punojmë fort për të ulur përdorimin e panevojshëm të paraburgimit në përputhje me shqetësimet e drejta të ngritura nga Këshilli i Evropës, si dhe në raport me standardet evropiane. Amnistia nuk përfshin subjektet e SPAK-ut dhe GJKK-s. Projekt ligji do të depozitohet në kuvent për shqyrtim në komisionet parlamentare dhe më pas do të kalojë për miratim në seancë plenare, duke mundësuar zbatimin e menjëhershëm të masave të parashikuara. Kryedemokrati Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për kërcënim të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe për manipulim në sistemin e drejtësisë. Ai mohoi çdo bashkëpunim me mazhorancën për ligjet e gjyqësorit dhe i cilësoi legjitime kërkesat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Berisha paralajmëroi revolta popullore në 10 shkurt si zgjidhja e vetme për të kundërshtuar qeverinë. Sali Berisha, lideri i Partisë Demokratike, deklaroi të premten se kryeministri Edi Rama po rrezikon seriozisht procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sipas tij, disa dosje të SPAK-ut kanë arritur në trezën e grupit të punës për zgjerimin e BE-s dhe po paraqisin shqetësime për shtetet që negociojnë antarësimin. Lajmet që vijnë nga kancelarit europiane, por dhe nga Brukseli, dëshmojnë se Edi Rama është në rreth të kuq. Burime shumë serioze informojnë për diskutimet e gjëra që po zhvillohen në kancelarit europiane dhe në Bashkimin Evropian, në të cilat nuk përjashtohet dhe opsioni i zhbërjes së plot të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për shkak të këtyre qëndrimeve antikushtetuese, antidemokratike, antiligjore që mban Edi Rama në rastin e dosjes së tij në aparencë Balluku dhe AK. Ai mohoi kategorikisht çdo bashkëpunim të Partisë Demokratike me mazhorancën për ndërhyrje në ligjet e drejtësisë. Zbohet thjesht në absolute asnjë ndërhyrje, edhe rradhën e kaluar theksova dhe tani. Gjykatësit dhe prokurorët e vendit kanë të drejtë 100% të pretendojnë një piramidë rrogash në frymën e kushtetutës dhe të ligjeve. Kanë të drejtë të refuzojnë një piramidë rrogash e cila është ndërtuar totalisht i baza qëllimesh të zeza politike. Berisha kritikoi gjithashtu kreun e kuvendit Niko Peleshi për censurimin e mesazhit të Departamentit Amerikan të Shtetit që lidhet me luftën kundër organizatave kriminale transnacionale. Citoj fjalë për fjalë: lufta kundër organizatave kriminale transnacionale, çka parakupton rrezikun që kartelet shqiptare të drogës, organizatat e drogës paraqesin për vende të tjera. Dhe ajo censuron. Duhet lexojmë njoftimin e departamentit për të marrë vesh të vërtetën e shqetësimeve të Shteteve të Bashkuara. Këta janë bashkëpunëtorë në krim. Niko Peleshi që bën këtë censurë është bashkëpunëtor në krimet e Edi Ramës. Lideri i opozitës ftoi qytetarët që të marrin fatin në duart e tyre dhe të kundërshtojnë politikat e qeverisë. Ndaj dhe 10 shkurti është dita e çdo qytetari, është dita e dignitetit, e guximit, e kurajos, e vendosmërisë për të marrë fatin në dur.
Ish deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula është zgjedhur kryeinspektor i përgjithshëm pas një konkursi zyrtar. Shkëlqim Hajdari emërohet prefekt i Qarkut të Tiranës, ndërsa Adriatik Kupi merr drejtimin e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Vendimet vijnë për një periudhë kyçe për administratën dhe mbrojtjen e hapësirave publike. Pas shpadhjes së vendit vakant për kryeinspektorin e përgjithshëm, ish deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula aplikoi dhe rezultoi kandidati më i suksesshëm në konkurs, duke siguruar pikët më të larta mes të gjithë konkurrentëve. Sula zë një post kyç në inspektimin e institucionit, duke sjellë përvojën e tij të gjatë politike dhe legjislative pas disa mandateve si deputet. Emërimi i Sulës është përfolur më parë, por vendimi u konkretizua pas konkursit, ku ai rezultoi kandidati i parë në renditje. Përveç karrierës së gjatë në politikë dhe përfaqësimit ligjvënës, Sula sjell në këtë pozicion një eksperiencë të gjerë në administratë dhe menaxhimin publik, duke pasur si qëllim forcimin e inspektimeve dhe monitorimit të institucioneve shtetërore. Në të njëjtën kohë, Shkëlqim Hajdari ka marrë drejtimin e prefekturës së Qarkut të Tiranës, duke pasuar afrim qendron. Hajdari ka një karrierë mbi 20 vjeçare në sistemin e drejtësisë dhe ka mbajtur postin e kryeinspektorit që nga viti 2016, duke sjellë eksperiencën e tij administrative në drejtim të prefekturës. Po ashtu, Adriatik Kupi është emëruar në krye të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, IKMT. Kupi, i cili ka shërbyer më parë si administrator i njësisë Petrel në Tiranë, merr drejtimin e institucionit në një periudhë ku prioriteti i qeverisë është lirimi i hapësirave publike dhe mbrojtja e territorit nga shfrytëzimet palishme. Shtatë mjek do të përballen me akuza për vrasje nga pakujdesia dhe mashtrim. Prokuria nënvizon se veprimet e tyre të gabuara dhe mos e respektimi i protokolleve shkaktuan humbjen e jetës së 3 vjeçarit Brianit. Hetimet 3 vjeçare zbuluan gjithashtu shkelje të rënda të standardeve profesionale dhe neglizhencë të dyshuar. Hetimet e prokurorisë kanë zbuluar një zinxhir shkeljesh dhe neglizhencash mjekësore që sipas dosjes hetimore nisi në një klinikë private dhe vjuan në spitalin publik për të mbyllur me një raport mjekoligjor të sunguar për vdekjen e 3 vjeçarit Briam Spahiu. Sipas organit akuzës, problemet e para janë konstatuar në klinikën dentare Splendid në pronësi të mjekut Roland Xhaxho dhe vajzës së tij, mjekes Ina Xhaxho. Ekspertiza italiane e porositur për të përcaktuar shkaqet e vdekjes ka evidentuar pakujdesi dhe papërgjegjshmëri gjatë ndërhyrjes kirurgjikale të kryer te 14 dhëmb të fëmijës, një procedurë e konsideruar me rrezik për moshën e të miturit. Mjeku anestezist Renald Xhaxho, stomatologja Ina Xhaxho dhe punonjësja Marta Gina do të përballen me akuza për vrasje nga pakujdesia dhe mashtrim, ndërsa 4 mjek të tjerë, përfshirë 2 specialistë të mjekësisë ligjore dhe 2 mjek roje në spitalin pediatrik, akuzohen për shpërdorim detyre dhe neglizhencë. Ngjarja Tronditse filloi në 28 shtator 2023, ku Briami u dërgua në një klinikë private për të trajtuar 14 dhëmbët e tij të qumshtit. Pas ndërhyrjes, djali u kthye në shtëpi, por gjendja e tij u përkeqësua shpejt. Brenda pak orësh, ai u transportua me urgjencë në spitalin pediatrik në gjendje të rënduar, ku ndroi jetë me 1 tetor. Hetimet e thedhuara përfshin ekspertime në Itali, zbuluan se shumë nga dhëmbët që pretendoheshin të ishin trajtuar nuk ishin përpunuar. Gjithashtu, u konstatua se mjekët nuk ndoqën protokollet e diagnozës dhe nuk administruan terapitë e nevojshme me antibiotik, duke e lënë fëmijën të pambrojtur ndaj komplikacioneve. Sipas prokurorisë, kombinimi i gabuar profesional dhe neglizhencës çoi në një tragjedi të pariparueshme për familjen, duke hapur rrugën për ndjekje penale të gjithë të përfshirëve. Banorët e Rjollit kanë ndërprer punimet e resortit duke u përplasur me punojësit dhe policinë. Ata insistojnë se toka është e tyre dhe do të vazhdojnë protestat çdo ditë. Çështja e pronësisë është ende në gjykatë, ndërsa një kallëzim i ri është depozituar në SPAK. To kja është file zyshit. Ju vrap zoti në pas të zotit dhe me zëkukun. Qyrnje! Në Rjoll, konflikti për ndërtimin e një resorti dhe hoteli ka mbërritur në një pikë të retensioni, pasi banorët lokal kanë bllokuar paraditjen e së premtes makineritë dhe punonjësit e kompanisë së Bashkim Ulajt. Sipas tyre, toka mbi cilën po ndërtohet resorti u përket pronarëve të zonës, një çështje që aktualisht është në shqyrtim gjyqësor. Përplasja me punonjësit dhe më pas me policinë shkaktojnë ndalime dhe procedime penale për disa nga banorët, por ata deklaruan se nuk do të tërhiqen dhe se do të vazhdojnë të ndërpresin punimet çdo ditë duke mbrojtur tokat e tyre. Të mërkurën
mërkurën e kaluar, banorët depozituan një kallëzim të ri në SPAK, pasi kallëzimi i përparshëm u përcoll nga prokuroria e posaçme te prokuroria e Shkodrës për arsye të kompetencës, ndërkaq projekti për ndërtimin e resortit është miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit për banorët. Shqetësimi kryesor mbetet pronësia dhe mbrojtja e tokës. Situata në zonë mbetet e tensionuar, ndërsa palët janë të gatshëm për përplasjet më tejshme, nëse nuk gjejnë zgjidhje. I themi bashkëtarëve e bashkëfshatarëve që janë këtu. Nëse keni sa do pak mall për vendin tuaj, për tokën tuaj, dhimbshëri për tokën tuaj, hajdeni delnizat. Asaj pjesë që u takon. Nëse ata tjerë që ne kemi miq apo shok, nëse vinë, ju falenderojmë shumë. Qoshin Dugazinas, qoshin Velipojak, qoshin gjithkund në për tonë Shqipni. Ju lutena na ndihmoni. Jamar Maltezi deklaron se hetimet e SPAK-ut për çështjen partizane janë shoqëruar me komunikime të palishme dhe manipulim faktesh. Sipas tij, prokuror dhe gjyqtar kanë bashkëpunuar jashtë procedurave ligjore, duke cënuar vlefshmërinë e procesit. Ai rënditi disa shkelje që sipas tij e bëjnë çështjen të pavlefshme dhe politike. Procesi hetimor i njohur si dosja partizani është cilësuar nga Jamar Maltezi si i manipuluar dhe i ndërtuar mbi shkelje të rënda proceduriale. Në një talje publike për mediat, ai akuzoi prokurorinë e posaçme se ka cënuar rregullat e hetimit përmes komunikimeve të palishme mes prokurorëve dhe gjyqtarëve së çështjes, duke ndikuar paraprakisht vendimarrjen gjyqësore. Ai përmendi si provë një urdhër të dhënë nga prokurori Arben Kraja disa ditë përpara vendimit të gjykatës, duke pretenduar se prokuroria kishte dieni paraprake për rezultatin. Pra që me datë 20/10/2023 Arben Kraja dhe Mehmet Rumullaku e dinin që me datë 21 të nesërmen e keni të nënvizuar në qendër tani të kësaj që është të nesërmen. Irena Gjoka do nxirrte vendimin siç e kishte kërkuar prokuroria. Pra, kemi qartazi një komunikim mes prokurorëve dhe gjyqtarëve. Prokurorët e dinin që i ditë para që gjyqtarja do e nxirrte të nesërmen atë, prandaj dhe e kanë plotësuar të gatshëm. Një tjetër pikë që ai kundërshtoi lidhet me interpretimin e vendimeve të qeverisë për privatizimin e një pjese të ish kompleksit partizani. Sipas tij, prokuroria dhe gjykata kanë paraqitur argumente të pasakta mbi përdorimin e letrave me vlerë nga pronarët, duke deformuar përmbajtjen e akteve ligjore. Pra të dyja ato, dhe gjyqtarja dhe prokuroria, jo vetëm që kanë komunikuar, por kanë mbritur në një gënjeshtër. Pse është gënjeshtër? Sepse VKM-ja për letrat me vlerë e 2008-s paraqitet në foton lart, në të cilin ka dy paragraf. Paragrafi i parë bën fjalë për ato që e fitojnë përmes procesit ankandit, blerje përmes ankandit. Paragrafi i dytë bën fjalë për pronarët e tokës, që mund përdorin letrat me vlerë. 7 muaj më pas, nuk është karkuar i gjithë neni që kishte bënte me bonot e privatizimit. Është hequr vetëm e drejta për ato që e blinin me ankand, jo për pronarët e tokës. Urdoku i kemi mashtrim kur arrin prokurori dhe gjyqtari të gënjejnë deri me përmbajtjen e VKM-s. Maltezi mohoi gjithashtu se ka përfituar nga vendimet posaçme të qeverisë asaj kohe, duke theksuar se nuk ekziston asnjë akt normativ në favor të tij. Ai shtoi se SPAK nuk ka dërguar në gjykatën kushtetuese asnjë ligj që pretendon se është personalizuar, ndërsa sipas tij raste të tjera të ngjashme nuk janë hetuar. Po e bukura cila është? E bukura është që ka Edi Rama plot VKM nominative, duke përfshi 4 VKM nominative për Carlo Bolinon, bën në një periudhë 9 mujore kohe. A ka ndjekje procedim penal për Edi Rama për VKM nominative? Zero, nuk ja u mban prokurorëve politik, janë të nënshtruar ndaj Edi Ramës. Së dyti, ka 2 VKM nominative nga Edi Rama për vllajën e tij, kompaninë e vllajt tij. Njëherë për t'i dhënë 37.000 kusur metra katror, njëherë tjetër për 12.690 metra katror të tjera. Pra 50.000 metra katror Edi Rama e jep kompanisë së vllajt të tij me 2 VKM nominative. 2 reparte ushtarake që janë në planin e përhapjes. Prokurorët politik nuk ndihen. Ai bëri të ditur se çështja ku është i përfshirë së bashku me kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha është depozituar për shqyrtim në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg, duke pretenduar shkelje të shumta proceduriale. Maltezi e cilësoi procesin si politik dhe kërkoi transparencë të plotë për mënyrën se si po zhvillohen hetimet. Një familje me origjinë shqiptare, e cila u gjetë pa jetë në banesën e saj në
Porçari të Italisë si pasojë e lëmimit me monoksid karboni. 4 anëtarët, prindërit dhe 2 fëmijët e tyre nuk arritën të shpëtonin pavarësisht telefonatës për ndihmë. Një adresë e gabuar vonoi ndërhyrjen e emergjencës duke e bërë tragjedinë edhe më të rëndë. Autoritetet ndërkohë kanë nisur hetimet për të verifikuar shkaqet dhe përgjegjësitë. Një atentat me lëndë shpërthyese është parandaluar mbrëmjen e djeshme në fshatin Vrin të Konispolit. Viktima e mundshme ishte një 57 vjeçar, Mirash Gjikola, i dënuar dhe më parë për tentativë vrasjese. Policia ka shpadur në kërkim deri të gjinin dhe po heton lidhjet dhe motivet e sulmit. Një situatë e rrezikshme u shmang në kohë në fshatin në Vrin të Konispolit, ku 57 vjeçari Mirash Gjikola po udhtonte me automjetin e tij në zonën e njohur si kthesa e Vrinës. Ai vuri re zhurma të pasakonta dhe dyshoi se diçka nuk ishte në rregull me mjetin. Menjëherë njoftoi policin duke shmangur një ngjarje tragjike. Forcat e rendit mërritën në vendngjarje dhe konstatuan praninë e lëndës shpërthyese. Një sijati eksploziv Ereneas ndërhyri menjëherë dhe çaktivizoi eksplozivin e vendosur, duke eliminuar rrezikun për banorët dhe për automjetin. Hetimet e policisë çuan në identifikimin e 8 gjinit si dyshuar për vendosjen e eksplozivit. Autoritetet nuk përjashtojnë që pas ngjarjes mund të jenë konfliktet më parshme mes personave të përfshirë. Emri i Gjikolës lidhet me një incident të vitit 2012 në Lezhë, ku gjatë një konflikti për pronën, një person u plagos me armë zjarri dhe u largua për të shmangur arrestimin. Hetimet për ngjarjet e fundit vazhdojnë ndërsa policia po punon për të identifikuar të tjerë të përfshirë dhe për të zbardhur motivet e atentatit. Situata në zonë mbetet në mbikëqyrje të plotë të forcave të rendit. 2 persona Xhaxha e Nip janë arrestuar në Tiranë gjatë operacionit Blue Punisher për prodhim dhe shpërndarje të ekstazisë. Lënda narkotike vinte nga Italia dhe pregatitej në panesën e tyre. Policia sekuestroi mbi 2200 tableta dhe po vijon hetimet për grupin e tyre dhe lidhjet ndërkombëtare. Një operacion i koduar Blue Punisher çoi në pranga 2 persona në kryeqytet, të dyshuar për prodhim dhe shpërndarje të ekstazisë. Bujar Lezo, 59 vjeç, dhe Elvis Lezo, 42 vjeç, Xhaxha dhe Nip, operonin prej disa kohësh në rrjetin e drogës, duke importuar lëndë nga Italia dhe duke përgatitur atë në banesën e tyre në zonën e Alidemit në Tiranë. Policia bën me dije se lënda narkotike, kryesisht kokër ekstazie dhe pluhur për përgatitjen e saj, përndahej kryesisht në lokalet e natës, ku një kokër shitej rreth 3000 lekë të reja. Emri i operacionit erdhi nga mbishkrimi që mbajnë kokrat e ekstazisë, të cilat shërbenin si identifikuesi produktit të tyre. Elvis Lezo dyshohet të ketë lidhje me një grup të dytë në Itali dhe ka precedent penal, pasi është dënuar më parë me 8 vite burg në shtetin fqinj. Gjatë kontrollit në banesë, policia sekuestroi 2200 tableta dhe lëndë të dyshuar narkotike ekstazi dhe 2 celular që përbëjnë prova materiale të rëndësishme për hetimin. Materialet hetimore ju referuan prokurisë për veprimet mëtejshme ligjore, ndërsa autoritetet po punojnë për të zbuluar të gjithë rrjetin dhe bashkëpunëtorët e mundshëm. Të nderuar teleshikues, ju njohim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 7 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot të vrenjtur dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje shiu në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me rreshje shiu her pas here të dendura, kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 7 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 13 gradë Celsius. Durrës
11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 17 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 7 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e vranësirave dhe rreshjeve të shpeshta të shiut. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në disa zona, ndërsa pasditja vijon me mot të vrenjtur dhe rreshje lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 7 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:36 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:03 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 11 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj, 3 deri në 11 gradë Celsius. Tej, 1 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 13 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 8 gradë Celsius. Kaçanik, 4 deri në 12 gradë Celsius. Suhare, 5 deri në 13 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita bashkë. Mirë takofshim në edicionet e ardhshme.